Sezona turistike në Ulqin ka nisur me një frekuencë të shtuar të vizitorëve, që vijnë për të shijuar diellin dhe plazhet e njohura të këtij qyteti bregdetar. Ne biseduam me pushuesit për të marrë përshtypjet e tyre lidhur me vendin, pastërtinë e plazhit, sigurinë dhe shërbimet që ofrohen. Shumë prej tyre shprehen të kënaqur me ambientin dhe atmosferën relaksuese që ofron Ulqini, duke theksuar se plazhet janë një destinacion ideal për familjet dhe grupet e miqve. Megjithatë, disa theksojnë nevojën për përmirësime, si për shembull, më shumë vende për tualete dhe për pastërti. Për pushuesit, çmimet që ju ofrohen në plazhe e hoteleri janë shumë reale. Ata sugjerojnë që investimet e ardhshme të fokusohen në pastrimin e ambientit dhe organizimin më të mirë të hapësirave publike për t'i bërë ato edhe më atraktive. Në përgjithësi, plazhistët e Ulqinit e vlerësojnë lart këtë destinacion turistik dhe shprehen optimist për zhvillimin e tij në të ardhmen. Ata janë dëshmitar të një fillimi pozitiv të sezonit, duke shpresuar që çdo vit të jetë edhe më i suksesshëm dhe më i këndshëm për të gjithë. Si po ju duket fillimi i sezonës në Ulqin? Shumë mirë e shoh. Çdo gjë shkon në rregull, inshallah vetëm përpara. A vini shpesh herë? Po, shumë. Vete 2 herë në vit. Po. Si po ju duken çmimet, sa i përket vendit në Ulqin, në restorane, nëpër hotele? Unë i shoh reale, edhe normale. Nëse nuk do të ketë ngritje, i shoh normale për momentin. Pse zgjedhni Ulqinin si destinacionin tuaj për t'i kaluar pushimet verore? Sepse kam pas probleme me shëndetin, edhe për atë arsye gjithë nga ndihmu Ulqini, shpresoj që edhe kthehemi. Uje si ju duket uje? Shumë i mirë. Pak është i ftoftë, po ka qenë koha si thuaj, po shumë i mirë. Po pastërtia? Pastërtia është në rregull, ka filluar çdo gjë në nivel. Ju jeni të vendosur në plazhin e vogël, apo? Po. Si ju duket si kaloni ose jeta e natës këtu? A ka filluar ende? Po, mirë ka filluar që nga dynet, sidomos këtë vikend, sonte presim edhe era i strefin, po kemi edhe kampionën e futbollit, Champion Ligën pa të shohim, ama çdo gjë në rregull. Prej nga na vini nderuar? Na jemi nga Kosova. Pse e keni zgjedhur Ulqinin për t'i kaluar pushimet verore? E kemi zgjedhur Ulqinin se neve na duket sikur veni ynë. E për që ta vim këtu. Edhe vi që 32 vjetë. Tash 32 vjet vini për çdo verë në Ulqin. Në Ulqin, plazhën e madhe dhe në plazhën e vogël. Si ju duken çmimet nëpër plazhe, restorane? A janë reale, a janë të larta apo të ulta? Po kundrën venit nuk janë reale. Me konë veni standardi më i fort, është reale. Po standardi i li nuk ka reale. Po tani s'ki shka bën. Se duhet me përballu edhe që ati në standardi. Sa i përket ujit të detit, si ju duket? Veni shumë i bukur është. Uji është shumë i bukur. Pastërcia së në nivel kërkon. Qaja është ma keqja punë. Se më konë pasër edhe shteti nuk ka faj, po ka publi, që jem, si e qëtë të bërlogin, e që është të një lastik, me qinë vendin e caktum. Ujo shumë mirë. Unë e marrë që 3 javë këtu. Veç që 6 herë jem konë plasë, e konë koha e likë. E mire kemi quë. Ku banojmë, mire qojmë. Nuk kemi kur pa më të rëtimi asë të shka. Ma mirë, bile heqë, nuk po më ka. Shumë bukur. Sa i përket temperaturës tuit, është i ngrohtë apo? Nuk ka i fort i ngrohtë. Po që 2 javë s'ka marrë mirë, s'ka pa që shma konë i ngrohtë. Edhe kjo me këtë balkonin ftoftë, nuk ka veç Ulqini, po këtë balkoni është i ftoftë. Edhe mas dite për nëzehet, për në reqet ujë, mira. Qëre që kë? Që kjo është dukati i këtë Evropës, veç nuk e din popli. Se me dit popli këta, ku nuk shkon veç që tu vjen edhe shprazët. Ju qëndroni me atë shprehjen me ranin e Ulqinit nuk ka? Ja, nuk zestan vala, dhe të kalzaj. Se unë pejë, e bëjmë shemull pejë Kroacijës, e dejnë ka vala, ju në konë shumë rrët bregi ditë.
Asten jam më mirë që për s'ka po. Edhe për bes, edhe gruas i pëlqen. Edhe gruas i pëlqen se ka pas një sulm, e këto kur vjen qëtësohet. Se njeri sulmin ku ta ketë, do më koni i qëtësum. E qëtësohet. Ma bukur hiç bile s'ka shumë ma konë. Tani do të ndjekim intervistën me një i cili ka dashur të mbetet anonim dhe nuk ka dashur të dalë para kamerave. Përshëndetje i nderuar, pse keni zgjedhur Ulqinin që t'i kaloni pushimet verore? Përshëndetje, në Ulqin, këto 20 vitet e fundit jam musafer i rregullt, po Ulqini nuk po ndryshon, plazha nuk po ndryshon për mirë, që sa vite është njëjtat çadra, njëjtat kushtet nuk po përmirësohen në Ulqin. E dyta, është problem që plazha e vogël nuk e ka një toalet. Është për më çudit, po mundi me paramendu gjithë ky njeri që jo këtu, ku i kry nevojat e vetë. Andaj një lutje që kjo sa ma shpejt më rregullu. Këto tjerat janë krejt në rregull, shërbimi i mirë, mikpritja e mirë, po kushtet në plazh të vogël nuk janë bashkë mira. Po sa i përket çmimeve? Janë reale për momentin, po ma vonë me siguri kur vjen fluksi më i madh mundet me ndryshu, po për momentin janë çmime që mundet me i përballu çdo kush. Ju faleminderit shumë, edhe inshallah që ky problem për plazh vogël kryhet sa më shpejt. Këtu së bashku me ne tani kemi edhe profesorin Remzo Pulti. Përshëndetje i nderuar, të lutem, mund të na tregoni pak si ju duket fillimi i sezonit turistik? Po, si që shifni edhe vetë, sa i përket këtij sezon turistik i cili ka qenë problematik, plazhat ende janë të pa rregulluara si duhet, edhe pse pritet një fluks i turizmit tash në qershor, këtu në plazh të vogël gjithmonë ka pas më tepër turistë se çka në ditën e sotme. Mirë po, besoj që do të vinë koha pas 15 qershorit që do të ketë turista më tepër. Sa i përket çmimeve, mendoni se janë reale tani për tani? Tani për tani çmimet s'po them që janë katastrofë, por më tepër se katastrofë. Siç e shihni edhe vetë, ata që kanë bërë marrëveshjet me plazha, ata ja kanë çuar çmimet tyne që i mbajnë plazhat, plazhistëve që i mbajnë plazhat, ja kanë çuar çmimin, edhe normalisht aja do të reagojnë dikush do ta paguajnë atë çmim. Se tash nëse i çon çmimet ti plazhin, ja çon çmimin 3 herë më tepër se ka qenë vjet, normalisht ajo çadër e cila ka kushtuar 15 ose 20 euro, sigurisht ka më shku më tepër si vjet. Edhe besoj kjo nuk shkon në favor të turizmit, por çka ke të bësh? Çka është këtu është? Çka kena me bë? Kështu e ka. Çfarë populli është duke ju vizituar më tepër? Këtu në plazhin e vogël shoh më tepër sigurisht si ka popull nga Kosova, nga Shqipëria janë disa vikende, por ka edhe nga Malizi më tepër, këto që vijnë vikend. Edhe besoj që në të ardhmen, si thash edhe më parë, ka me pas shumë më tepër turista se po shifen sot. Edhe pse duhet me u rregullu plazha, siç e shihni edhe vetë, plazhat janë të pa rregulluara, të pa pastërta ende, duhet me u rregullu ende, duhet me u pastru për me siguru që me ardh ata që duhen me ardh. Po ju si vendas, se keni shfrytzuar plazhën ende, keni filluar? Po, unë filloj zakonisht, unë filloj në këtë muaj, filloj në muajin në fund të muajit maj dhe në qershor, filloj paksa tash para se vjen guzhva, kështu që paksa merr edhe me notim, shkoj paksa notoj, uji është shumë i mirë dhe besoj që të gjithë turistat si vjet do të kënaqen në plazhin e Ulqinit, edhe besoj që plazhi të mbushet edhe plot turista. Edhe një pyetje sa i përket ujit, temperatura si është? Po temperatura ujit sot është uji i mirë, sot pasi që kam notu paksa atje në molet madhe, uji është i mirë, uji nuk është edhe aq i ftoftë, por tash paksa duhet me u përgatit, mu nxe, deri që të përgatitesh e nxehesh,
edhe uji nuk është përmi 20 gradë, dhe më thanë temperatura ujit nuk është të keqe, e mirë është. Pa svakako da vidimo da ima promjena. Promjena su tome što plaže naše nisu sređene, kao što sami vidite. Evo, imamo zakupce plaže, ne znamo ni ko je zakupac plaža, bar mi na maloj plaži, koliko ja znam. Mi smo godinama 1. maja imali sve plaže sređene kako Bog zapovijeda, čiste, uredne, sređene. Ali evo vidite i sami, da nam ovako plaže budnu, mi ovako Ulcinjani ovdje doživimo ovakvu prljavštinu, to nije bivalo, što bi rekli. A što se tiče sezone, nama je uvijek isto. Ne možemo ni prije ni kasnije. Prije 15. do 10. juna i do 20. avgusta, to je nama sezona. A nema promjene kod nas. Kod nas je uvijek standardno. Nama će biti standardni gosti, znaju se ko su i odakle dolaze i to je to.